Me karaktere të reja e me batuta të shumta vjen edhe edicioni I ri I serialit tuaj të preferuar Kafeneja Jon. Kësaj radhe të gjitha këto do të keni mundësi t'i shihni në ekranin tuaj përmes radio televizionit 21. Çdo të premte nga ora 20:15 do të jetë termini I ri I takimit të familjes suaj për të qeshur së bashku. Producenti I serialit Kafeneja Jon, Shkumbini Strefi, tha se transmetimi I këtij seriali në radio televizionin 21 do të jetë një mundësi e mirë për një audiencë gjithëpërfshirëse. Mendoj që me transmetimin e këtij cikli, po sigurisht po besoj që edhe do të vazhdojmë matutje bashkëpunimin, mendoj që kemi mbyll në një farë mënyre këtë qarkun e audiencës. Nëse momentalisht interneti është medium në cilin e frekuentojnë trit më shumë, atëherë unë mendoj që një bashkëpunim mes transmetimit online, televizionit, në këtë rast televizionit 21, atëherë mendoj që do ta mbyllim audiencën e cila ka pas kërkesë tepër të madhe për ta shikuar këtë serial edhe në televizion. Ky serial, sipas I Strefit, përveç të qeshurave do të ketë edhe një efekt shtesë, atë të ribashkimit të familjes. Është interesant kur kemi filluar transmetimin online, një prej kërkesave të shumta për ta rikthyer serialin në televizion ka qenë një ritual I cili është krijuar në familjet tona që të mbledhen dhe ta shikojnë së bashku serialin. Për këto nuk I ka shku kërkuj mendja, është informatë e re edhe për ne, mirë po mendoj që transmetimi I serialit Kafeneja Jon në televizionin 21 përsëri do ta sjell një atmosferë në familjet tona, një atmosferë bashkimi, pse jo edhe zbavitjeje. Në edicionin e ri të këtij seriali do të shihni edhe aktorë të rinj të cilët janë përshtatur shumë mirë me formatin e tij, ku do të prezantohen edhe tema që kanë të bëjnë me aktualitetin shoqëror. Mendoj kemi marrë aktore të reja, besoj që edhe detyra jona është që vazhdimisht sjellim fytyra të reja edhe aktorë të ri. Do të thotë në këtë mënyrë edhe freskojmë serialin, po edhe I japim mundësi edhe aktorëve të ri që ta afirmojnë dhe të punojnë diçka. Ne gjithmonë kemi pas risi, jo vetëm në personazhe, po edhe risi në tema, kemi ndjek aktualitetet, gjithmonë me një ngjyrim humoristik. Kemi qenë një farë lloj kritike edhe në fenomenet, nëse më imi qujtë negative në shoqërinë tonë kosovare, po ashtu edhe shqiptare. Me një thumbim, mendoj që kemi kontribu edhe në zbavitjen e publikut, po ashtu ndoshta edhe në vetëdijsimin e audiencës për problemet cilat na rrethojnë. Përveç transmetimit të së premtes mbrëma nga ora 22:15, reprizën e serialit Kafeneja Jon do të mund ta ndiqni edhe të shtunave nga ora 15. Jeti, s'do të telefoni. Kanë këtë për vlu apo do? Ora, të shpesat sopa. S'mo ma çelë me punë,